I ka harxhu qerek milioni euro për çet fushat. 250.000 euro. Alisa Jetullahu është veç 22 vjeç. Ajo është kandidate me numër 99 në listën e LDK-s. Ajo ka një fokus të madh tek rinia, të kushtet për arsim, avancim e punësim. Prandaj, në konvent na duhen të rinj e të reja si Alisa, që janë vazhdim i një zëri që nuk po do me u ndal te ankesa, por po do me u kthy në veprim. Në Alisën e kemi kandidate të jashtëzakonshme, edhe përfaqësuese e rinis, edhe përfaqësuese e grave. E ki në Alisën, për ndohë këtë është 99-shi, Alisa Jetullahu 122 vjetë, që për minimin 99. 22 vjeqare, që në 2-3 jatë të fundit, dhe më ka bot diferencen me plot kandidat tjerë, mënyrën se që përpajtësa. Në amën që ju imponu qësoj gare e që të ju përmen gjithanel në përtubimit e LDK-s, po ju vetëm. Edhe për një arsye tjetër, për shkak se që kjo është një 22 vjeqare, që mundet me kon model për këtë të 33 që po ikin për vene që nuk bëhet, e që i kanë ka babalart pozitat edhe në për institucione, edhe në për parti politike, kjo të tregu që ndoshta me një përkushtim, me një fokus qartë për rinime për 33 t'i vene, ka edhe artikulimin e qartë. Se kjo nuk po fletë edhe për tema, si me tha për diplomaci. Pra mena fokusin e të rinia, do me përpasu qatë kategori njerëzë, është jashtëzakonisht e mirë. Atëherë, në fund e bosh Alisa dhe ajo nuk se hot me Gilano. 21 vjeçarja, Alisa Jetullahu, është njëra prej tyre. Është shkolluar në Gjermani, menaxhere në biznes dhe sot zë një gjenerate që po kërkon të dëgjohet. Me numër 99, kandidatja më e re në listën tonë, Alisa Jetullahu. Ty gjatë kësaj fushatën në videot e kështu është, Alisa Jetullahu, një vajzë e re e shkollume, edhe kish një qasje jashtëzakonisht interesante, edhe të dobishme me nëjëne, për ndërlidhjen mes të asaj që ka kjo e sheh, që i duhet rinisë Kosovës, edhe që është një sistem arsimor për cilin do në zemë LDK-ja ko gjashquhet si program. Kjo do t'i shërbente ka studiuar për inteligencë artificiale. Ka studiuar për inteligencë artificiale dhe mendoj që domethënë e di që mu bën 11, po është jashtëzakonisht e rëndësishme që edhe Alisa Jetullahu më u votu nga elektorati. Me që pianisi ka fundi si në listë të tjera, mu gjithashtu Alisa Jetullahu më ka pëlqyer si prurje e re edhe si aktivizmin e saj. Interesant. Pra edhe ju, edhe gjithësari, edhe unë e kom pas me kësi edhe pas da... Po ta përgraj propozimin, që po e lujmë... Unë më duket pak edhe ish pak ma aktives, po më duket që e ka një farloj aktivizmi edhe për te qështjes, kështu që... Nështë edhe nuk e ka për herë të parë në jetë institucionale për qëta, për shkak se ka eksperiencë edhe në asamblen komunale. Po dhe kemi bo qështjet drejta, të farë dhe mu identifiku me qështje që e shumë e nënseshme.